Në 30 qershor 2025, në qytetin bregdetar të Vlorës u zhvillua takimi ndërkombëtar B2B me temë zhytje në trashëgimi. Ndërtimi një të ardhmeje për turizmin në Nujor në gjirin e Vlorës, një nismë e veçantë që synon të fuqizojë bashkëpunimin ndërmjet institucioneve, operatorëve turistik dhe aktorëve të fushës së kulturës e mjedisit për zhvillimin e një oferte turistike inovative, të qëndrueshme dhe të bazuar në vlerat e trashëgimisë në Nujore. Aktiviteti u organizuan nga Bashkia e Vlorës në bashkëpunim me institucione kombëtare dhe ndërkombëtare dhe solli në një tryezë të përbashkët aktorë nga Shqipëria, Italia dhe Malizi. Fjalën përshëndetje mbajti kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, i cili theksoi rëndësinë e zhvillimit të turizmit në Nujor si një aset i pashfrytzuar plotësisht për rajonin ton. Është kënaqësi të jem sot këtu, duke marrë gjithmonë edhe konsiderat momentin që po bëjmë, kemi një moment për turizmin në Shqipëri, patjetër në Vlorë ka marrë ashtu si kurse ne kemi pas televizion, ka marrë një të veçantë, kjo edhe për shkak të numrave që janë treguesi më komfort se ku po shkon Vlora sot. Dhe kjo është palë gjithë angazhimit që ka pasur qoftë pushteti vendor, por duke pasur si synim apo si orientimi gjithmonë atë që ka vendosur si vizion qeveria shqiptare. Ne shikojmë si do të jetë qartë, duke di transformimi i madh sa i përket pjesës së rregullimit apo përmirësimit të infrastrukturës brendshme të diskutohet. Por patjetër edhe infrastruktura lidh qytete me qytete dhe patjetër duke i dhënë një predominancë veçantë edhe pjesës fshatare. Pse e them këtë? Sepse shpesh flasim për pjesën e promovimit të atyre vlerave që ne i mbartim historikisht, kulturalisht dhe patjetër pastaj edhe ajo që ka mbartë pjesë më të rëndësishme që është bukuria që na ka falur vetë zoti natyra. Në dy panele tematike u trajtuan tema si potenciali i zonave të mbrojtura për turizëm të qëndrueshëm, eksperiencat kreative të zhytjes në jug të Shqipërisë, projektet e restaurimit të biodiversitetit, si ai i Reef Balls në Porto Palermo, teknologji digjitale për promovimin e trashëgimisë në Nujore, si dhe sfidat dhe mundësitë për zhvillimin e një zinxhiri të qëndrueshëm ekonomik të lidhur me kulturën dhe turizmin. Të pranishmin ndan praktikat më të mira dhe projektet në zhvillim që synojnë promovimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Nujore. Pjesë e programit ishte edhe një aktivitet praktik, në dërmi i cili ofroi pjesëmarrje përvoje direkt me bukuritë e natyrës, me bukuritë e botës në Nujore të Rivierës Shqiptare, në bashkëpunim me qendrat e zhytjes Albania Adventure dhe Oazi Blu. Një kënaqësi e veçantë për Bashkinë Vlorë që mirëpret këtë takim B2B meeting në kuadër të projektit Red for All, kapitalizimi duke transferuar në territore të reja modelin Red for All për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Nujore, përmes digitalizimit dhe valorizimit të saj për një ofertë re turistike në kuadër të programit Interreg IPA South Adriatic. Kemi anija më eksploruar në gjirin e Vlorës, e cila në fakt gjendet në qytetësi jashtëzakonisht interesante për eksplorim, edhe nga sportistët mund të zhytet për shkak sepse ajo gjendet në thellësinë 37 metra, por pasërtia ujit mbi anije e lejon që edhe sportivët të mund të shikojnë. Ajo që do doja të ndani sot në mënyrë të veçantë me të gjithë ju, është eksperienca që ne kemi pasur me menaxhimin e parkut detar të Karablon Sezanit, me ngritjen e kapaciteteve dhe me përgatitjen e këtij destinacioni për të qenë njëkohësisht një zonë për ruajtjen e biodiversitetit, që është edhe qëllimi kryesor dhe parësor i shpalljes së zonave të mbrojtura, por edhe aspektin e rëndësishëm për ne gjatë gjithë periudhës që kemi menaxhuar parkun dhe që kemi suportuar administratën në këtë qëllim, të promovojmë zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Në përmbyllje të ditës u zhvilloi një panel diskutimi i hapur për krijimin e mundësive konkrete bashkëpunimi mes operatorëve turistik dhe institucioneve, si dhe një darkë pune bashkëpunimi me përfaqësues të bashkisë dhe partner të projektit, me synim nxitjen e partneriteteve të reja për zhvillimin e turizmit alternativ dhe elitar në rajonin e Vlorës. Ky aktivitet shënon një hap të rëndësishëm drejt një qasje të re për turizmin në Shqipëri, ku natyra, historia dhe teknologjia ndërthuren për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme ekonomike dhe mjedisore për brezat e ardhshëm.